Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Qiyama. Ajetet nga 31 deri te ajeti 40. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Ai as nuk besoi dhe as nuk u fal, por e mohoi të vërtetën dhe ja ktheu kurizin. E pastaj shkoi te njerëzit e vet duke u krenuar. Mirë për ty, mirë për ty. Sërish, mirë për ty, mirë për ty. Valla, mendon njeriu se do të mbetet pa përgjegjësi? As ka qenë një pikë fare që derdhej, pastaj u bë droçkë gjaku e më pas Allahu e krijoi dhe I dha formë e përmasa të caktuara. E prej tij bëri çiftin, mashkullin e femrën. Valla I krijues, a nuk ka fuqi që t'i ngjallë të vdekurit? Komentimi. Njeriu është krijuar prej një pike fare të pavlerë. Në vazhdim të diskutimeve të ajeteve të kaluara rreth vdekjes, që është dhe hapi I parë në udhëtimin drejt ahiretit, në këto ajete tregohet se jo besimtarët janë nisur në këtë udhëtim duar bosh. Në fillim thuhet se ky njeri mohues I ringjalljes, menjëherë nuk u besoi ajeteve kuranore dhe nuk fali namaz për Allahun. Ai as nuk besoi dhe as nuk u fal, por ndërmori rrugën e përgënjeshtrimit dhe u ktheu shpinën udhëzimeve dhe urdhrave të Allahut, por e mohoi të vërtetën dhe ja ktheu kurizin. Kuptimi I fjalës fala sadqa është mos pranimi I kiametit, I llogaridhënies dhe I dënimit, mohimi I ajeteve hyjnore, I monoteizmit dhe I profecisë së profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Disa komentues të tjerë kanë interpretuar si heqja dorë nga bamirësia, nga dhënia në rrugt të Zotit dhe si dhënien e lëmoshës nga ana e jo besimtarëve, duke arsyetuar me përmendjen e namazit, faljes krahas asaj. Por ajeti I dytë dëshmon më së miri që pika e kundërt e këtij pranimi është përgënjeshtrimi, prandaj komentimi I parë konsiderohet si më I saktë. Në vijim ajeti shton pastaj shkoi te njerëzit e vet duke u krenuar. Ai hamenconte se duke përbuzur dhe duke përgënjeshtruar profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe ajetet hyjnore, do të korte fitore të rëndësishme dhe ishte I dehur nga kjo krenari. Ai kthehej në shtëpi dhe siç e kishte zakon, u rrëfente me krenari, ndodhi që I kishin ndodhur jashtë shtëpisë, madje krenaria dhe arroganca e tij vërehej edhe në mënyrën e ecjes dhe të lëvizjes së gjymtyrëve të trupit të tij. Fjala yatamatta rrjedh nga fjala meta dhe tregon kthimin prapa, kurse fjala tamatta nën kupton tërheqjen e trupit për shkak të krenarisë dhe mospërfilljes, ose përdoret edhe në kuptimin e sëmundjes dhe të dremitjes. Kuptimi I parë është më I pranueshëm. Disa komentues të tjerë kanë thënë se kjo fjalë rrjedh nga fjala met, që është të përdorur me kuptimin e zgjatjes së këmbës ose të gjymtyrëve të tjera të trupit kur tregohesh mospërfillës. Kjo fjalë është përdorur edhe me kuptimin e sëmundjes, por rrjedhja e saj nga fjala meta është më e përshtatshme. Sidoqoftë, ky kuptim është I ngjashëm me atë që është thënë në surën El Mutaffifin ajeti 31, e kur ktheheshin te familjet e veta, ktheheshin të kënaqur. Më pas u drejtohet njerëzve jo besimtar duke I kërcënuar, mirë për ty, sërish mirë për ty, mirë për ty. Në lidhje me këtë ajet janë përmendur dhe interpretime të tjera, si për shembull ky ajet është një kërcënim për ata, dënimi qoftë mbi ty, dënimi qoftë mbi ty. Një interpretim tjetër tregon se ky ajet flet për gjendjen në të cilën je, është më e meritueshme për ty, më e meritueshme për ty. Një tjetër interpretim thotë se ky ajet është qortimi dhe fajsimi është më I mirë për ty, mirë për ty, mirë për ty. Ose të mirat e kësaj bote qofshin larg teje dhe të mirat e ahiretit qofshin larg teje. Ose e keqja dhe vuajtja të kaploj ty, sërish e keqja dhe vuajtja të kaploj ty. Ose dënimin që e sheh në sheshin e Bedrit është më I meritueshëm për ty në këtë botë, dënimi I varrit dhe I kiametit gjithashtu është më I meritueshëm për ty. Por është e qartë që shumica e këtyre kuptimeve I referohen një kuptimi të përgjithshëm dhe universal, I cili përfshin kërcënimin për dënim, për qortim, për vuajtje dhe për ndëshkim, qoftë në këtë botë, qoftë në jetën pas vdekjes, qoftë në kiamet. Në disa transmetime është thënë se profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, mori dorën e Ebu Xehlit. Në bazë të disa transmetimeve të tjera, kapi jakën e tij dhe tha: "Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula." Ebu Xehli ja ktheu: "Me çfarë po më akuzoni? As ti, as Allahu yt nuk jeni në gjendje që të më shkaktoni ndonjë dëm mua. Unë jam njeriu më I fuqishëm I kësaj toke."
Ky ishte rasti që i zbritën po këto fjalë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në formën e ajeteve kuranore. Pas kësaj sjell dy argumente interesante në lidhje me ringjalljen, njëri tregon qëllimin e krijimit dhe urtësinë e Zotit, kurse tjetri shpjegon fuqinë e tij, i cili transformon dhe zhvillon farën e njeriut në faza të ndryshme në botën embrionale. Në fazën e parë thotë valla mendon njeriu se do të mbetet pa përgjegjësi. Fjala suda tregon kotësinë, nihilizmin dhe mungesën e qëllimit. Në gjuhën arabe thuhet ibilun suda, për devën që është braktisur, është e lirë që të shkojë ku të dojë, kurse me fjalën njeri tregohet ai njeri që është mohues i ringjalljes. Ajeti thotë se si është e mundur që ai të besojë se Allahu e ka krijuar për njeriu të botë të gjerë me gjithë këtë madhështi dhe mrekulli të tjera, por me krijimin e njeriu të mos ketë ndonjë qëllim. Si mund ta besoj se çdo gjymtyrë e trupit të njeriu është krijuar për një qëllim të caktuar, syt për të parë, veshët për të dëgjuar dhe zemra për të ofruar të gjitha qelizave të trupit ushqim, oksigjen dhe ujë, madje edhe në linjat e majave të gishtave ekziston një urtësi, por për tërësinë e ekzistencës së tij nuk ka asnjë qëllim dhe është krijuar kot pa qëllim dhe pa asnjë plan, pa urdhër, pa ndalim, pa përgjegjësi dhe pa obligim. Nëse një njeri i ditur krijon një objekt të vogël pa ndonjë qëllim, e kritikojnë dhe emrin e tij e fshin nga lista e njerëzve të mençur, atëherë si është e mundur që Allahu i urtë të ketë krijuar njeriu pa asnjë qëllim? Në qoftë se thuhet se synimi i krijimit është jeta disaditëshe kësaj bote, ky konsumim, ushqimi dhe gjumi i përsëritshëm i shoqëruar me 1000 lloj dhimbjesh dhe vuajtjesh, padyshim që kjo nuk mund të justifikojë këtë krijim të madh. Prandaj arrim në përfundimin se njeriu është krijuar për një qëllim më të madh, ai është krijuar për jetën e përhershme në afërsitë të mëshirës së Allahut dhe për sosmërisë së vazhdueshme dhe të pafundme. Më pas ajeti shpalos argumentin e dytë, as ka qenë një pikë fare që derdhi, pastaj u bë droçk gjaku, më pas Allahu e krijoi dhe i dha formë e për masat caktuara e prej tij bëri çiftin mashkullin e femrën. A nuk është Allahu që në mitrën e errët të nënës lëshon një pikë të vogël dhe të pavlerë, i jep çdo ditë asaj pike një pamje të re, një krijim të ri, bën në trupin e tij rroba të reja prej jete dhe vitaliteti dhe i jep atij pamje të re që në fund formosohet si një krijesë plot mashkulli ose femre dhe më pas lind nga barku i nënës i aftë për të ngjallë të vdekurit. Valla i krijuesa nuk ka fuqi që të ngjallë të vdekurit. Ky shpjegim në fakt është për ata mohues që ringjalljen fizike të njeriu e pretendonin të pamundur, pra e mohonin mundësinë e ringjalljes pas vdekjes dhe pas bërjes pluhur, ndërkohë Kurani për ta vërtetuar mundësinë e këtij kuptimi e kap dorën e njeriu dhe e kthen në fillesat e krijimit të tij dhe i tregon atij etapat e çuditshme të fetusit si dhe transformimet mahnitëse të njeriu. Gjatë këtyre etapave në mënyrë që t'i bëhet të qartë se Allahu është i plotfuqishëm dhe i aftë për çdo gjë, shprehur ndrysh argumenti më i mirë për mundësinë e një gjëje është realizimi i saj. 2 hulumtime. 1. Transformimet e fetusit apo ringjalljet e përsëritura. Fjala e nutfe përdoret me kuptimin e ujit të pakt apo ujit të pastër, këtu është përdorur si emër për spermën, e cila me atë të fekondimit mundëson lindjen e njeriut apo të kafshës. Realisht, transformimi i spermës kur shndrohet në fetus është një nga dukuritë më mbreslënëse në botën e ekzistencës dhe shqyrtohet në embriologji. Në shekujt e fundit është hedhur dritë mbi enigmat dhe fshehtësitë rreth saj janë zbuluar. Kurani që atëherë kur këto çështje akoma nuk ishin zbuluar në mënyrë të përsëritur, është mbështetur apo i ka referuar ato si një nga shenjat e fuqisë së Allahut. Në këto ajete përmenden vetëm disa nga fazat e fetusit. Në ajetet e tjera kuranore, si në ato të fillimit të surës Hajj dhe të surës El-Mu'minun, janë shqyrtuar më shumë etapa të transformimeve të fetusit dhe ne kemi dhënë sqarime të bollshme në interpretimin e sureve pra të ajeteve të përmendura. Fjala dhelik e tregon largësinë me Allahun, nënkupton madhështinë e pozitës së tij dhe shënon faktin se veta e pastër e Allahut është aq e lartësuar sa që është jashtë perceptimit të mendjes njerëzore. Në një hadith thuhet kur zbriti ajeti valla i krijuesa nuk ka fuqi që t'i ngjallë të vdekurit, profeti Muhammed paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij deklaroi: O Zoti im, ti je i pastër, po, ti ke një fuqi të tillë. E njëjta fjalë është transmetuar dhe nga Imam Bakiri dhe Imam Sadiku paqja qoftë mbi ta. 2. Sistemi gjinis në botën njerëzore. Me gjithë diskutimet që janë zhvilluar rreth faktorëve përcaktues të gjinisë së fetusit, rreth kushteve dhe ndikimeve që fetusi të përcaktohet mashkull apo femër, deri tani askush nuk e di saktësisht se cilët janë faktorët kryesor. Është e vërtetë se disa ushqime apo ilaçe mund të kenë ndikim në këtë çështje, por pa asnjë dyshim, asnjëri prej tyre nuk konsiderohet si faktor përcaktues. Kjo është një çështje që e di vetëm Allahu i madhëruar. Nga ana tjetër, në të gjitha shoqëritë njerëzore gjithnjë vërehet një ekuilibër relativ midis dy gjinive. Në shumicën e shoqërive numri i femrave është më i vogël se i meshkujve, megjithatë në përgjithësi ekziston një baraspeshim relativ
relativ midis këtyre dy gjinive. Nëse hipotetikisht vjen një ditë që ky ekuilibër prishet dhe për shembull numri grave bëhet 10 herë më i madh se i burrave, apo anasjelltas mund ta mendoni se rendi shoqëror i njerëzve do të shpartallohet, do të ketë dëm me shturje marramendse, përballë një gruaje do të kishim 10 burra ose përballë një burri do të kishim 10 gra, do të krijohej një amulli e plot. Ajetet e lartë përmendura thonë se Allahu prej tyre bëri dy lloje, mashkullin dhe femrën. Ky ajet tregon se krijimi në raporte paraportësisht të barabarta mes femrave dhe meshkujve i takon vetëm Allahut të gjithdijshëm, ai di të vej ekuilibrat në shoqëri dhe të shmang amullit të tilla. O Zoti im, ne dëshmojmë që ti je i plot fuqishëm dhe i aftë, që në një çast të vetëm ti veshësh me robën e ekzistencës dhe të jetës të gjithë të vdekurit, asgjë nuk është e vështirë përballë fuqisë tënde. O Zot, atë ditë kur shpirtrat mbërin te gryka e fytit dhe ndërpresin shpresën tonë prej çdo gjëje, e vetmja shpresë që kemi lidhet me qenien tënde të stërpastër. O Zot, na mundëson njohjen e qëllimit të krijimit.